Në këtë kohë kur toka dhe bota po ndryshon me shpejtësi dhe shumë vlera po të rënditen, ne kemi një detyrë të madhe të harrojmë tabanin e familjes së natyrshme. Familja është themeli mbi të cilën ndërtohet shoqëria. Kur familja është e shëndosh, padyshim shoqëria është e tillë. Kur familja dobësohet, edhe shoqëria fillon të rënohet. Ja ju an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. O njerëz, keni frikë Zotin tuaj i cili ju krijoi nga një njeri dhe prej tij krijoi bashortën e tij. Ky është modeli i qartë që Allahu ka vendosur për njerëzimin. Familja e ndërtuar mbi burrin dhe gruan, mbi babën dhe nanën. Fëmia ka nevojë për dashurinë e nanës dhe për forcën dhe mbështetjen e babës. Ai rritet i plot kur ka pranë dy prindrit. Ndërsa sot po shohim përpjekje që të ndryshohet kjo natyrë e familjes, që të zëvendësohen fjalët e bukura nanë dhe babë me shprehje të ftofta si prindër një dhe prindër dy. Por familja nuk është një formulë administrative. Familja është dashuri, sakrificë, edukim dhe identitet. Nuk mund të zëvendësohet roli i nanës, nuk mund të zëvendësohet roli i babës. Prandaj ne duhet ta themi me qetësi, por me vendosmëri. Ruani familjen, ruani nanën dhe babën. Ruani identitetin e fëmijëve tanë. Sepse kur fëmijët rriten pa ky themel të shëndosh, ata humbin orientimin, humbin sigurinë dhe humbin modelin e jetës.